Autoritetet lokale në Crans-Montana të Zvicrës deklaruan se kanë pasur mungesë serioze në kryerjen e kontrolleve periodike të sigurisë në klubin e natës që u shkatruan nga flakët natën e vitit të ri. Tragjedia e konsideruar një nga më të rëndat në vend çoi në vdekjen e 40 personave dhe plagosjen e 119 të tjerëve. Gjatë një konferencë për shtyp, kryebashkiaku i Crans-Montana, Nicholas Ferrud, pranoi publikisht se kontrollet e sigurisë nuk ishin kryer gjatë periudhës 2020-2025. Kontrollet periodike nuk janë kryer. Na vjen thellësisht keq për këtë, tha Ferrud, pa dhënë shpjegime konkrete për arsyet të kësaj neglizhence institucionale. Pas ngjarjes, autoritetet vendore vendosën ndalimin e përdorimit të lëndëve piroteknike dhe hapësirat e mbyllura sipas dyshimeve paraprake të hetuesve. Zjarri mund të jetë shkaktuar nga fishek zjarre të vendosura në shishe shampanje gjatë festimeve. Kryebashkiaku e cilësoi javën e fundit si jashtëzakonisht të vështirë, duke theksuar se dhimbja e familjeve të viktimave do të mbetet e paharruar. Viktimat e zjarrit u identifikuan të dielën e kaluar. Mes 40 vdekurve janë 21 shtetas zvicerian, 9 francez, 6 italian dhe nga një person nga Belgjika, Portugalia, Rumania dhe Turqia. Viktima më e re është një vajzë zviceriane 14 vjeçare, ndërsa dy vajza të tjera 15 vjeçare janë gjithashtu mes personave që humbën jetën.